Kush je ti? Ç'bën këtu në këtë orë? Mirë mbrama. Jam gruaja e zotrit Tarik. Më të kërkoj të merja ca dosjet të tij, me që isha afër shkollës, prandaj edhe erdha. Prandaj jam këtu. Zonjë, nga ta di se jeni vërtet gruaja e Tarikut, ti telefonoj dhe ta pyes atëherë. Apo dyshon të konti më thuaj? Ja, shiko. Unë, vajza ime dhe Tarëku. Zonjë, s'është e përshtatshme që të jeni këtu në këtë orë. Zotri Mimtaz ka dhënë urdhër që askush të mos hyjë në shkollë jashtë orarit të punës. Më lejoni t'ju shoqëroj deri te dera. Por ato dosjet? Në rregull, merri dosjet dhe pastaj dil. E po nuk e di se ku janë dosjet. Nuk I gjeta dot ashtu. Në rregull, le të vive Tariku t'i marr. Mos të shkaktoj edhe më shumë telashe. Po dalun tani. A ke ftohtë? Nuk kam ftohtë. Po dridhesh nga të ftohtit. Na merre vishe këta. Mos e çaj kokën tënde për mua. Ti shikoje veten tënde. Po s'mundem të injoroj dikë që po dridhen nga I ftohti. Merre dhe mos më fol po deshe. Por vishe këta. Të thash që nuk e dua? A do më detyrosh? Nuk e dua! Po mirë. Ti e din vetë. Çfarë duke bërë ti? Po admiroj yjet. Shiko për fat të mirë s'pas ka asre. Ja e atje është ylli polar. Po, e pash. Ja, shikon dhe e atje një yll I zemëruar dhe I hidhur. Do shta I njeh kush është. Shiko, pas ka dhe një yll tjetër atje. Ashtu I pamëshirshëm dhe pa emocione. Duket njësoj si ti. A e she? Jo, mendoj se është shumë I lezetshëm. Sipas me është mendje madh. Ja shiko, ja edhe një tjetër. Shi si bën në dër, nuk hesh kur. Për mua e ke fjalën. Po e vërtet për ty. Çfarë po bën re? Largo!
Çfarë ke më Aslı? Pse je e zemëruar? Unë ty, a nuk të thash të rrish larg meje? Pse po më afrohesh drejt e në fytyr? Hiq ma këtë gjaketën tënde? E po mirë mëngjesi dhe ti, zonja Nevrike. Kemi ngesur në një vrim të vogël në mes të pyllit, kisha ftohtë. Dhe prandaj tu afrova, ç'të keq që kam bërë. Hajde më thuaj. Mirë, na pas ke shpjegim për gjithçka. Pastroje një herë fytyrën tënde ti, Ku? Në këtë anë? nga ana tjetër. Ore, unë të tregova mirë me gisht aty. Në balle kam ende. Kam prap? Me qëllim po e bën, apo jo? As mund të rrish vetëm pak serioz? Është shumë e vështirë për moment. Ufja! Duhet të gjejmë ndonjë rrugë dalje ne, të dalim nga këtu. Ja. Edhe nëna ime do e shqetësuar shumë. Edhe ashtu sa u shërua gruaja? Mos u shqetëso, se kam për në gjetur. Ç'ishte ajo? Prit veç pak. Ma mbaj këtë? Oh, djalosh, sa mirë. Zot që shpëtuam. Djali, a shkon e thirr në kënd me njerë? Mirë, Xhaxhi, do shkoj me një herë. Shpëtuam? Ku je bia ime? Ozan? Ozan! Aslı? Uroj të kenë ngrënë ujqërit, Ozan. Ose ti është bashkangjitur babait tënd të dashur. Xhaxhi, po kërkoni vajzën dhe djalin që humbën, apo? Po? Unë i gjeta ato. Ku është to? Kishin rënë në një grop, jam mu atje. Mirë, hajde. Hajde edhe më trego. Më trego se ku jam. Eja. Në fakt s'duhet të fjalosemi. Por po nuk e thash do më mbetur në fyt. Ti e fto vetëm për shkak të Berçinit. Është e padrejtë të më kritikosh që nuk e dua Berçinin, por je duke e parë vetëm në këndvështrimin e saj. Dhe prandaj nuk e kupton se si shoh gjërat unë. Ndoshta ty nuk mund të kuptoj si ndjesh. Por Berçinin po e kuptoj shumë mirë. Por ndoshta mua më pëlqen dikush tjetër. Pase ka ëndrat e mia për ndonjë vajzë tjetër. Si? Dikush që s'është rritur me lugë argjendi për shembull. Dikush që s'është ajllasuar. Dikush që di të luftojnë për mbijetesë. Do një vajzë ndershme, kokë fort. E do edhe të jetë nevrike, më dje. A nuk ka rëndësi se si ndihem unë. Aslo unë s'jam... Nuk jam aq i pamëshirshëm, se sa ti e mendon. Thjesht nuk mundem që t'i shpreh ndjenjat e mia hapur si të tjerët. I mbyll në veten time. Ozan, përse po mi tregon tani këto gjëra ti? Ku janë? Ja këtu. Asla. Unë kam shumë kohë që kam dashur që... E Rini, si po ja dini? Mirë, mirë. Shpëtuam, falë Zotit. Na friksua tha shumë. Por më në fund ju gjetëm. Aslı, përgjigju bia ime, ku je?
U gjetë ndonjë gjë? Ende jo. Po do t'i gjejmë. Po sigur të mos i gjejmë. Po t'i ndodh diçka pjesë time, Tarok, çfarë do të bëj unë? Tarok, çfarë do të bëj? Hedije, mos u dorëzo të lutem. Bëhu e fort. Do t'i kërkojmë në secilin cep nëse duhet dhe do i gjejmë. Helikopteri do t'arri për ca orë. Do t'i gjejmë, të lutem, më beso mua. S'më intereson për asgjë. Ja, tani kur do t'vinë, do t'vi helikopteri. Edhe do t'i gjejmë, besom në fjalët që t'i them. Asta në kam si bien time. Dhe të premtoj që do të bëj çdo gjë që mundem për Aslën. Asla! Ozan! Kemi që dje që ju kërkojmë. Si jeni ju dy? Mos jeni lënduar? Mimtaz, bol na betise ose na nxirr prej këtu ose telefonon dikë. S'më paska gënjër instikti. E kisha një parandjenjë që do ishit këndej. Ndryshe, do ishte vështirë. Do ju kishim gjetur. Mimtaz, a din që kemi ngjecur këtu që dje? Jemi të uritur, të lodhur dhe të acaruar. Ose na nxirr jashtë ose telefonon dikë tjetër. Në rregull Ozan. Boll fole. Ere tani më ndihmo ta nxjerr vajzën. Ej Asle. Hajde Asla. Në rregull. Ej abi. A je mirë? Mirë jam. Faleminderit. O shpirt, bia ime e mirë. Sa u të merrova më bi. Çdo bënim po të ishte lënduar. Zoti të ka mbrojtur bia ime. Në rregull, në shpirt. Në faktësi, kisha frikë se mos e murëshe prap nga shqetësimi për ne, shumë po friksova. Mos ke frikë, zemre ime, mos ke frikë, jam mirë, mos u shqetëso. Ishte një mangth. Falë Zotit mbaroj. Hajde, pini pak çaj të ngrohtë. Hani ndonjë gjë të lehtë. Mimtaz, më fal, nuk di si të të falenderoj edhe ty. Po të mos kishe qenë ti, do ishim ende duke kërkuar. Zoti ju bekofti juve, Zoti Mumtaz. A ju them shumë krau? Jo, mirë jam. Nuk ndjej dhimbje kur shoh nënë fëmijë krah për krah kështu. Jeni të gjithë shëndoshë mirë tani. Qoftë kaluar. Pse s'kan lajmëruar ende ata? Babi yt po kërkon. Urdhno Tarik. Alo, Sibel? I gjetëm Ozanin dhe Aslën. Doja të jap lajm. Mirë, gëzohem shumë. Si e kanë gjendje? Të dy janë mirë. Kishin ngjecur në një grop deri në mëngjes thjesht. Ishin uritur dhe ftohur, kaq. Kur do të kthehesh ti? Nuk e di. Kur të përfundoj punë këtu. Po e mbyll tani. Në rregull. Çfarë tha? Ha gjetën ndonjë gjë? I pas kanë gjetur. Kishin ngjecur në një grop deri në mëngjes, por qenë kanë mirë si duket. Deri në mëngjes? Me të vërtet? Do kenë fjetur e do jenë përqafuar deri në mëngjes ata. Kush e di se çfarë kanë bërë mes vete ata? Mos e ka lënë mend voj vajza ime. Kishin ngjecur në mes të pyllit, vërtet që kishin menduar për atë punë. Sigurisht që po. Të dy plotësisht vetëm deri në mëngjes. Atmosferë perfekte. Zoti e mallkoft. Ozani shpëtoi shëndosh e mirë. E të në vend që të lumturohesh, po çmendesh këtu. Nën, unë dojtë të kisha qenë pranë Ozanit, jo Aslë. Do më ikim nga duar plotësisht. Berçin! A dëgjon kjo vajzë ndonjëherë? Berçini, po të kishim mbajtur mend vendin e gropas, do i kishim gjetur shumë më shpejt. Do ketë qenë e friksuar. Është normale mos t'i kujtohej. Do doja mos t'i kishte lënë aty. Ai ku të kërkon të ndihmë në shpirt. Përveç kësaj isha pa vedije unë aty brenda. Ç'të kishte bërë vajza vet aty? Shqyr Zotit që nuk i ndodhi ndonjë gjë e keqe. Kaloj tani të lutem. S'ka nevojë të mendosh për këtë. Vetëm herën tjetër kujdes. Shumë faleminderit, profesor. Zhiride, dashura ime. Të ikim ne para se të bëhet shumë vonë. A i sigur që mund të vëzisësh ashtu?
Mund birë. Hajde, mbaro së ngrëni dhe të nisemi. Unë do marrë Aslën dhe Hedien me vete. Mund të mblidhemi në një makinë. Në shpirt ka nevojë të ngushtohemi shumë? Mund të shkoj me profesor Tarikon. Nën, po vinë. A Aslı? Në ngrive gjakon, ku ishit ju? Mirja, mos u shqetëso. Thjesht patëm një adventur të vogël, kaq. Zemër, ta dije sa të tmerruara ishim. Hedie, duhet të ruhemi nga syri I keqne. Po, me të vërtet, motër. Sinqerisht na ka marrë më sysh. Zotri Tarëk, mirë se vini ju. Hejani brenda të pini një çaj. Ndë një ditë tjetër, po kthehem në shtëpi. Gjithë kjo qoftë e kaluar. Faleminderit shumë, profesor. Përshëndetje të shtëpisë nga unë. Eja, të flasim me ty. Mjaft. Boll qave tani. Mblidhe vetën. Më shiko mua, do merresh me këtë situacije e rritur. Do I flasësh Ozanit dhe do I thuash ta harroj atë që keni folur. Por, pastaj çfarë? Më dëgjo mua. Nëse ti nuk e bën këtë që po ta them unë ty, do I prishësh marrëdhëniet me Ozanin. Gjithçka ke bërë mbarzira. Por këtë herë nuk do e tregosh. Mos u dorëzo derisa të kesh Ozanin në duart e tua. Nën, unë të thash që bëra çmos, por nuk funksionoi asgjë. Nuk e bërë çmos, Berçin. Do fillosh nga e para. Do bëhe shoqe me të dy që të rish pranë Ozanit ti e këtë herë. E ndërkohë, fshehurazi, do flasësh keq për Aslën. A më kuptove? Të tërë babi, që hulaj ftyrën. Nuk do të tërsohem. S'do e lë Ozanin në duart e Aslës unë. Nuk do të tërsohem. Si bra. Po thua që deri në mëngjes keni qëndruar në grop dhe nuk keni thënë as edhe një fjalë. Pret ta besoj. Sigurisht që folëm. Nuk ishte qetësi totale, pra. E çfarë folët atëherë? Më trego pra, mos më lër peng. Çfarë ndodhi? Ja, s'folëm për gjë, as nuk ndodhi asgjë. Por pak para se të vinte zotëri tas, sikur filloi të më thonte diçka, më duk sikur do më tregonte ndjenjat e tij për mua. Çfarë ndjenjash? E lyll. Mendoj se Ozani më do mua. Të paktën nga ajo që deshi të më thoshte. Edhe ti ke ndjenja për të? Nuk mund të gënjej ty. Ja, njeriu s'mund të mos ndikohet. U solla shumë inatçore. Thasha shumë gjëra. Megjithatë, ai u solla aq I ngrohtë, aq I vëmendshëm. Më pëlqeu shumë ashtu. Çfarë do të thotë që të pëlqeu? Shpirt, nëse ti e do dhe ai të do ty, pse nuk bëheni çift? Do të ishte më e lehtë. Ka një problem tjetër. Bergjini. Bergjini? Ç'lidhje ka ajo me këtë? Edhe Bergjini e do Ozanin. Çfarë po thua? E ti nga e di këtë gjë? Vetë tha ajo. Në fakt, për këtë arsye, shkuam në shtëpinë malore. Më trego gjithçka me njëherë, çdo detaj.
Po ndoshta më pëlqen dikush tjetër. Mbase kam edhe unë ëndra për një vajzë tjetër. Si? Mirë, po ti pse e ka që fiksuar pas kësaj? Berqini tregoi Ozanit gjithçka. Ozani ka thënë gjithçka që ka pasur për t'i thënë. Mendoj se Berqini do e ketë kuptuar. Berqini është shoqja ime i lyll. S'më duket e drejtë të ndërhyr në marrëdhënien e tyre duke qenë shoqe me të. Sidomos pasi më kërkoi ndihmë në lidhje me Ozanin ajo. Këtë e kuptoj. Por edhe ndjenjat tuaja janë të qarta. Përveç kësaj, Berqini dhe Ozani kanë kohë që janë miq. Mendo pse ende nuk janë bërë çift, sepse Ozani nuk e do. Ke të drejtë kushërir. Për nga ta di, më duket sikur po bëj diçka të gabuar unë. S'ke për asgjë gabim pra. Thjesht duhet të mendosh pak edhe për lumturinë tënde. Berqini do harroj me kalimin e kohës. Edhe ti ke të drejtë. Do të mendoj pak për këtë. Por si do qoftë? Çfarë bëre ti? Çfarë ndodhi me provimin? Aj, nuk e di. Po prese ende për rezultatet. Ndoshta dalin sot. E si mos ja dalësh ti shpirtim. Këta vit kursin, vitin tjetër universitetin. Aj, shpresoj. Si do qoftë, më duhet të nisem tani. Ti shko bëje një dush, do shihemi sonte. Mirupafshim. Prit zemër, më lejo të të ndihmoj unë ty. Jo, shpirt, e bëj vetë. Prit ta shoh pak. A ke dhimbje? Sigurisht, më dhem pak. Faleminderit, Mimtaz. Unë nuk mund të të falenderoj mjaftueshëm për gjithë atë që bëre ti. Faleminderit që ma gjete dhe shpëtove djalin tim. E dashur, s'ke pse të më falenderosh mua. Ne e kërkuam dhe e gjetëm bashkë. Përveç asaj, edhe unë e kam si birë. Gjithsesi, faleminderit. Që je këtu për mua. Ai. Mirë se erdhe, Tarik. Mirë se të gjeta. Ku është Berqini? Po pushon në dhomën e saj. A je mirë ti? Jam i raskapitur, duke vrapur në përpyll. Pastaj trafiku këto më dhem koka. E kuptoj. A nuk do të dalësh sot ti? A nuk ke mësim? Jo, i anullova mësimet. Shiko se çfarë do të them. Ti a e di atë palesrën në fund të rrugës? Atë është hapur një kafenere. Quhet Mor Sallkëmbllë apo diçka e tillë. A don që të shkojmë në dy? Mund të pim ndonjë kafe, ta ndryshojmë pak ambientin. Nuk ndihem mirë, Sibel. Ndonjë ditë tjetër. Po vetë një gjë që dua është të pushoj pak. Mirë. Unë do të shkoj të shoh Berqinin. Eja, shpirt, ullu këtu. Pusho pak. Të bëj një kafe ty gati. Falender, zemër. Zotri Mimtaz, diçka shumë e keqe ka ndodhur.
Më thuaj, çfarë ndodhi më shpejt? Ndërsa po i dorëzonim kurrierit dosje që duheshin dorëzuar çdo ditë, ndodhi një incident. Çfarë incidenti? Dosja e përgatitur nga auditori është dërguar në adresën tuaj, zotëri. Ore, çfarë thua ti? Si mund të bëhet një gabim i tillë? Keni plotësisht të drejtë, na falni shumë për këtë. Do ua tregoj unë qefin juve. Do ju bëj të gjithëve që ta paguani shtrejt këtë. Auditori që punësova për kontabilitet solli raportin. Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Do t'ju hedh një sy derisa e pim kafen. Tani do të shohim se çfarë po fshehte ai sirtar Tarik i dashur. Sigurisht, se pas kemi menduar fare këtë pjesë. Ç'do ketë bërë vallë? Ta ketë llogaritur duke parë datën e lindjes? Po, e zbuloj datën dhe orën dhe qëndroi para meje. Mbeta pa fjalë. Por të thash unë ty, Tariku s'do e linte me kaq. Edhe ai ishte në pyll atë ditë. A, vazhdoj të të pyeste edhe atje ty? Jo, ai s'më pyeti atje, por... Më tha si do qoftë aslën e kam si vajzën time. Më kupton? Ai u përpoq më së shumti për ta gjetur aslën. Lidhjet e gjakut janë të forta, Bi, janë të forta. Thuaj çfarë të duash ti, por ajo në fund të fundit është vajza e Tarikut. Ai e ndjen, edhe Aslı e ndjen atë. Nuk e di se çfarë të bëj, motër. Sa herë që përpiqem ti mbaj larg, ata ende më shumë më afrohen. Më duket sikur çdo gjë që përpiqem të bëj më kthehet kundër. Është sikur fati po përpiqet t'i bashkoj babe Bi. Merre shpirt. Faleminderit, zemër. Auditori shqyrtoi çdo dokument ditë pas dite. Kam përgatitur një raport të detajuar. A të shqetëson ty kjo gjendje? Pse të shqetësoj me dashur? Që unë t'ja dytoja dokumentet kontabël? Të duket sikur nuk të besoj ty, apo jo? Zemër, është e mundur një gjë e tillë. Je e lirë të bësh çfarë të duash. Për mua më rëndësi është që ti të ndihesh rehat. Ke të drejtë. Do të ishte absurde t'ja bëja këtë një burri që u lëndua për ta shpëtuar djalin tim. Nuk e di se çfarë më kujtua, por nuk dua ta shoh këtë dokument. Unë kam besim tek ti, Mumtaz. Jam e sigur që po e menaxhon shkollën siç duhet. Nuk do të humbas kohë me gjëra kaq të kota.
Më mire kam që të flas hapur. Asla. Ka shumë kohë që unë mendoj Urdhëro. Përshëndetje Asla, a je e lirë? Do të flasim. Sigurisht, po dëgjoj. Ballë për ballë. Ashtu... Jo... jam pak e zënë. Të lutem. Nuk do zgjatem, shumë është e rëndësishme për mua. Hajde të takojmë diku në qendër. Në rregull, mirë. Atëherë po mbyll, do të pres atje. Çfarë të bëj unë? Ozan, të shkuara të them. Pata një natë të vështirë. Unë jam e lumtur që e mirëte. Të faleminderit Berçin. Nuk ishte edhe aq keq. A mund të flasim pak? Të bëft mirë? Të lumshin duart. Tani, ti telefonoj me Ozanit të themi të qofte kaluar. Mirë do t'ishte. Ai, kush do e kishte menduar? Gjithë natën në një grup në pyll. Shpëtua nga një situatë shumë e vështirë. Me qëra fjala, ende nuk më kanë telefonuar ata. Do telefonoj. Do thrasim për të thënë që ke fituar. E ti ma thuaj si mund t'jesh kaq i sigurt? Sepse kam shumë besim të ti. Shpresoj të dalë si që thua ti. Pra me kalimin e kohës më duket sikur nuk do të ndodhë. Si do qoftë, më duhet të shkoj në kuzhinë, mos zemëruar shefi. Në rregull, këtu do t'jem. Shpresoj që nuk ishe e zënë me ndonjë punë, Nuran e dashur, të erdha pa paralajmërim. Jo, shpirt. Çfarë pune të kisha? Gjërat janë shumë serioze, Nuran. Përndryshe nuk do të kisha insistuar të vija këtu për 1-2 ditë. O, zot. Presoj për lajme të mira. Jo, Nuran, absolutisht jo. Absolutisht jo. Ka një djalë si mafios që i rrotullohet e i lulit ta dish këtë gjë. Nuk e di nëse po përpiqet ta manipuloj apo jo ta përfshi ato në ndonjë biznes të dyshimt, nuk e di. Për çfarë mafiozi e ke fjalën? Më beso me të vërtetë kam këtë që po e them. Folti një herë me vajzën tënde. Gjeje se kush është ky djalë. A, razie. E Lule është kamarire në mensën e universitetit e dashur. Çfarë lidhje ka jo me mafioza? Gabime ke ti. Vajz, u qorofsha nëse po të gënjej u qorofsha. Shi. Shifo, unë e di që e Luli nuk do i linte djemt të tillë që t'i afroheshin, por kjo është një gjë tjetër. Por prap se prap duhet të jesh shumë e kujdesshme. Shiko, razie. A je sigur ti, ha? Mos i trem njerëzit pas një arsye kështu. Nuran e dashur, eja këtu. Eja, më lejo të tregoj diçka. Shikoje këtë foto. Shikoje këtë foto. O zot, çfarë pas ka ndodhur këtij kështu? A e shef? Korai e vuri re këtë situatë një herë dhe shkoi ta paralajmëronte djalin, por shiko në çfarë gjendje është tani djali. Nuran, unë mendoj se duhet që mirë të flasësh me vajzën tënde një herë. Ti thuash të qëndroj larg këtij djali mafios. Përndryshe do të futet në telashe. Paralajmëroje e Lulin. Për çfarë ta paralajmëroj me Lulin? Çfarë ndodhi? Jashar, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Sigurisht që u lëndova pak.
Njerëzit mërziten kur ndjenjat e tyre janë reciproke, por s'jam as pak e lënduar. Nuk u lëndova as pak me ty, ose e zemruar. Në fakt të falenderoj që ishe i sinqert me mua, shumë faleminderit. Edhe unë nuk habita të them të drejtën. Dhe nuk e prisja. Ndodhi dhe mbaroj pra. Ta rafeva dhe dashurin time, dhe ti ma refuzove mua. Por nuk dua që miqësia jon të shkatruar për diçka të tillë. Po një gjë kaq të vogël, nuk dua të shkatruar miqësia jon. Asu nuk e dua këtë Berçin. Përse do ta bëja? Të kërkoj ndjes nëse të kam lënduar, vërtet. U përpoqja të isha sa më i sinqert me ty. Ti nuk ke nevojë të kërkosh falje as pak. Unë jam ajo që duhet të kërkoj falje, që të lëndova, që të mërzita. Më fal që të përfshim në lojën mes meje dhe Aslës. Të lutem më fal. Në lojë? Në çfarë loje, Berçin? E çfarë donte të fliste Ozani? Nuk e di. Ai më tha se vetëm dëshironte të takoheshim. Dohet të thosha jo, por nuk mund t'i thoja. Mos ndoshta dëshiron të tregon se të pëlqen? The se ju ndërpreje biseda në pyll? Edhe unë ashtu po mendoj kushërir. Ja, nuk di çfarë justifikimi t'ja për të mos shkuar. Asllë, jetoni në të njëjtën lagje, shkoni në të njëjtën shkollë. Nga të mundesh të ikësh? Këtu ke të drejtë. Por prap nuk ndihem rehat e lyll. Për shkak të Berxhinit. Asllë, mos fol kot, mos e mundo veten kështu. Shiko, gjithçka do të shkojë mirë. Përveç kësaj, nëse keni të shkruar të jeni bashk, do bëhet. Mendoj se duhet të shkosh të flasësh me të. Do ta kuptosh. Ke shumë të drejtë kushërir. Ashtu Asllë, tani kam klient, po e mbyll. Më telefono përsëri kur të mbarosh. Në rregull, shpirt. Punë të mbar. Çfarë loje po luam, Berçin, më trego. Mua më shpëtoi nga goja, haroj gjithçka që të thash. Berçin, nëse do që miqësia jonë të mbijetoj, atëherë duhet të më tregosh. Në rregull, mirë. Por mos u zemro me Aslën pasi ta them këtë, në rregull. Nuk dua që dy njerëz të mirë të grinden për shkakun tim, të lutem. Berçin, hajde më trego. Në rregull. Aslë më inkurajoj të hapisha unë ty. I thash Aslës se kisha ndjenja për ty, pastaj bëm planin për shtëpinë në mal së bashku, që të mund të rrinim vetëm ne të dy. Ishte ideja e saj pra. Aslı po përpiqej të na bashkonte. Kaq ishte pra, në rregull? Dëgjoj. Nëse zemrosh me Aslën për shkak të kësaj, do të grindemi shumë. E Lyli të ketë lidhje me figura mafioze? Vërtet e besove këtë? E kishe rrahur Korajin, Jashar? Normalisht asun nuk do ta besoja, për e Lyli ka foto me djem të tillë. Të ti tregoj ajo. Po, pse do ju gënjeja unë juve? Më thuani tani. Shikoje vetë edhe foton. Shikoje rahën vërtet djalin tim. O zot. Zakonisht as nuk përshëndetet me njerëz të këtill, zonja Razie. A je sigurt? Koraj e pa këtë burr me e Lylin, e pa që duke i dyshim dhe vendosi t'i shkonte t'i fliste. E në fund të fundit e Lylin e kemi ne si vajzën ton. Por këta burra e zun djalin tim në cep dhe e rahën e bërën kështu. Të betohem, nuk mund ta besoj, Jashar. Aso se besoj. I pash të dy vetë me sytë e mi i pash. E Lyli dhe atë bandytin që e rahu Korajin. Por nuk doja që të thoja gjë. Ka kohë që ka nisur të kthehet vonë në mbrëmje, por unë nuk e mendova se ishte ndonjë gjë e madhe. Përbes, askush nuk mendon kështu për vajzën e tyre, Nuran e dashur. Të kuptoj unë shumë mirë, por është një incident shumë i pafat kjo. Dikush po i sillet vajzës tuaj rreth e rrotull. Jashar, ku po shkon?
Vëlla, kanë kaluar orë, ende s'kan mbaruar. Erili po pret lajme nga kursi. Aga, drejtori është shumë i zënë. Ishim ulur këtu kur më telefonuat. Hajde vëlla, të lutem, përfundoje këtë. Dhe më lajmëro kur të kesh mbaruar. Në rregull, shef. E kishim fjalën tek studentja. Zakonisht nuk bëj gjëra të tilla, zonja Sibel. Është e paligjshme. S'do e bëja këtë nëse do të ishte ndonjë kliente tjetër. E di zotëri këtë punë, mos e zvariti. Nuk të pagova kot gjitha ato para, apo jo? A mua e mbarove? Ja urdhra. Ditën e mirë. Profesor? Pati, djali im. Si jeni? Mirë se erdhe, kur mbritë? Sa po mbërita, profesor? Doja të dalesha për t'ju falenderuar, për nuk munda. Pse më falenderon? Çfarë bëra unë? Mos thoni ashtu, profesor. Unë jam këtu faljusht. U bëra profesor, falteje. Gjithmonë ke qenë punëtor dhe si student. Je këtu fal përpjekjeve tua. Thjesht të rekomandova te menaxhmenti, kaq. Pa shfat me punën tënde të re. Faleminderit shumë. Nesër do të prezantoj me Mimtazin, kryetarin ton të bordit. Po, kam dëgjuar për të. Sigurisht mund të takohemi, profesor. Do të isha i lumtur. Nuk do t'ju mbajmë, flasim më vonë. Në rregull, Fati, shihemi. Faleminderit, profesor. E përse po pispillosem si kur do I hidhem në krahun ati? E janë në vete asla. Bi, sa po qa një tort? Eja, të ham në kopësht me qaj. Në shpirt, kam pak punë për momentit tani. A mund të ham kur të kthejem? Çfarë lloj pune është kjo? Ku do të shkosh? Do të shkoj askund, këndej do të jem. Ozani do që të bisedoj diçka me mua, do flasim pastaj do kthehem. Mirë, në rregull. Thoni se ç'keni për të thënë dhe ktheu më njëherë atë. S'dua të shqetësohem. Në rregull. Në rregull, në shpirt. Bergjin? Asla, shpirtim. Nuk mund të të them se e lumtur që jam që je shëndoshe mirë. Kisha shumë frikë se mos të ndodhte diçka. A je mirë? Mirë, mirë. Fal Zotit që mbaroj. Po shikon, nuk dohet të të lija aty, por edhe unë humba derisa po kërkoja ndihmë në pyll. Pastaj disi gjeta rrugën dhe kontaktova nënën time. E di, Bergjin, shumë faleminderit. Po të mos ishe ti, do të isha hindë në atë grop. Kjo është me të vërtet shumë e tmerrshme. Më tregoi babai që kishit mbetur aty gjatë natës. Babai më tregoi. Për fat të mirë, Ozani ishte me ty. Po, ishte shumë e tmerrshme. Si do qoftë, çfarë bëre ti? Me Ozanin, pra. Asllë, unë I fola Ozanit. I tregova saktësisht se si ndjesha. I thash që nuk dohet që miqësia jon të mbaronte për shkak të këtij incidenti qesharak. Mirë, po ai çfarë të tha? Çfarë mund të thoshte? Ai e kuptoi. Në fund të fundit ne kemi qenë miq prej vitesh. Ai nuk do që miqësia jon të shkatërrohet. Kuptoj. Tani që po e mendoj unë, ishte shumë e çuditshme. Do kem qenë shumë e hutuar. Unë isha shqetësuar se mos ndihesha e lënduar. Mirë që qenë ke mirë u gëzova. Jo, shpirt, nuk jemi familje. Përveç asaj s'mund të marrësh çdo herë ato që do. Gjithsesi, unë po nisem për në shtëpi, shihemi në shkollë. Shihemi, shpirt. Shumë mirë.
Nuk ishte as keq sa mendova. Ti nuk je shoqja ime. Ozani do t'jeti ime. I ime. Puna e mbarë. Jo, unë nuk e mendoj se e fitova. Askush s'ma telefonon. Pse po mendon negativisht? Shiko, shiha anën pozitive. Ki pak durim. Mendoj do i shpallin sot, ose nesër. Çfarë thua që shkoj t'i pyes? Të paktën ta di që nuk kalova. Kjo lloj pritjeje është shumë lodhëse. Dëgjo, ke durim. Mendoj do telefonoj dhe do thonë që ke fituar. Pastaj do të shkosh me knatësin kurs. Ai, dash zoti. O zot, të lutem më lejo të fitoj, të lutem, të lutem, të lutem. Por është e vërtet kjo që një buri është të qej për vajzës suaj. Nuk mundet. Vajza ime nuk do ta bënte. Nuk do ta bënte. Nuk do ta bënte. Ishte një ditë e vështira, po? Po, ishte shumë e lodhshme, por nuk e vura re. Mendjen e kisha gjithmonë te telefoni. Jas, po telefonojnë. Kursi po telefonojnë, çfarë të bëj të përgjigjem? Çfarë duhet bëj? Hape edhe fole, Lil. Si çfarë do të bëj? Hajde. Urdhëroni? Po, unë jam? Po. A me të vërtet? E fitova bursën? Edhe atë e fitova një bursë të plot. Po, unë shumë ju falenderoj. Falenderit shumë shihemi më vonë. Fitova? E fitova kursin një bursë të plot edhe ato Jas. Më thanë të shkoja të regjistrohesha nesër dhe unë fitova Jas. Dia, të thashun ty. Fitova! Fitova falti, jam shumë e lumtur, fitova! Baba? Baba! Besoj se s'la është të prisi gjatë. Jo, edhe unë sa po mbërrita tani. E pash Bergjinin para se të vija dhe biseduam pak me ata. A vërtet? E për çfarë folet? Asgjë, të njëjtat gjëra. Ajo ishte shumë e mërzitur që na la në grop. Ajo foli për këtë dhe tha se ishte shumë e shqetësuar për ne, për këto biseduam. Edhe unë e pashe. Ose më saktë erdhi tek unë. Po, më tregoj. Tha diçka për le të qëndrojmë miq, të mos e prishim miqësinë tonë. Apo jo? E vërtet, gjëra të tilla. U gëzova. Kisha shumë frikë se mos do mërzitej. Unë ta kam thënë këtë. Një plagë e hapur nga e vërteta shërohet shpejt. Vetëm duhet të sigurohesh që nuk qarkullojnë mashtrime. Ke të drejtë. Sigurisht është e rëndësishme që ta trajtojmë me pikuri. E vërtet. Ka qenë pak e hutuar. Nëse,
Këtu nuk të kam thirrur për të folur për Berçinin, por doja të të thoja diçka komplet tjetër. Ty po të ndëgjoj. Tarëk, Zhulide? po kthehesh nga shkolla? Kisha ca nënshkrime për të bërë. I mbarova pra. Nëse je i lirë, ja dhe të flasim pak. Kam kohë, por më thua çfarë ke? Eja, të flasim. A je mirë? Gjithë shka në rregull? Tarëk, ne nuk kemi folur kur më parë për këtë, prandaj unë nuk e di se nga t'ja filloj. Sibeli tha se dyshon se e kam të rrethuar, apo jo? Për këtë do që të flasim? S'ka pse të përprojë, Zhulide. Mund të hysh direkt në temë. Po, me ato ka lidhje. O, Sibel. S'ka asgjë për të shqetësuar, Zhulide. Sibeli gjeti Çelsin e sirtarit në dhomën time. Pastaj filloi të fiksoj pas ti, kaq ishte. S'ka asgjë. Është thjesht një problem Çelsi. Kaq ishte i gjitha? Dua të them, a nuk ka diçka tjetër për të thënë? Çfarë ashtu? Çfarë gjë tjetër? Tarëk, ne jemi miq për një kohë shumë të gjatë. Në rregull pra, ka gjëra që do t'ja fshihje Sibelit. Kjo mund të ndodhë. Por me mua dua të flasësh hapur. Zhulide të thash, është punë e Çelsit pra. Të pash, Tarëk. Të pash me Hedien në kafenen pranë palestrës. Të pash ty bashkë me ata. Ah, idiot njeri, do të ta nxi jetën nëse s'ma ke bërë mirë, ha? U hap. Tani do ta gjejon se kush është kjo grua. Pra, për çfarë deshe të flisje me mua? Lidhur me çështjen që përmenda te gropa këtë mëngjes, për atë që desha të them. Në momentin që erdhi zotri Mymtaz të na shpëtonte, po thoshe diçka. Për këtë e ke fjalën? Vërtet. Kur po flisim për Berçinin, të thash se më pëlqente një vajzë. Një vajzë e guzimshme, kokë fort dhe një vajzë nevrike. Po? Do të më tregosh kush është ajo vajza? Asta po përpiqet të na bashkonte. Eje s'mund të tregoj se kush është. Por ama, ti ke menduar se kam fjalën për ty. Nuk kuptova. Të thira këtu për të folur për këtë. Nëse e more personalisht atë që e thash në grop, më vjen vërtet keq. Ajo vajzë si e ti. Ajo jeton shumë më larg dhe nuk e njeh. Unë mendova se
çfarë mendove? Se të doja apo diçka kështu? Jo, nuk mendova ashtu. Në rregull atë. Jam i lumtur që e sqaruam bashkë këtë gjë. Nuk doja që të mërzisja. Tani nuk kam shumë kohë. Mirupafshim më vonë. Për ty i kisha fjallën Aslan. Ajo vajzë je vetëm ti.